momentin që unë, kur pyes dikë dhe ka të njëjtën përgjigje si që mendoj unë, automatikisht krijohet një ngroftësi pak më shumë me atë person, sepse po të përputhet një ide e përbashkët. Nuk beson në Dhe idenë, zakonisht, si? nuk beson në idenë që për shembull dy njerëz i bashkojnë më shumë ide të kundërta? Kjo, po, ama për afat gjatë, ndërsa për afat shkurt, Po ti e din që si jemi për afat gjatë këtu, pra. po unë kur drejtohem me një njeri që ndërtoj raport, nuk më intereson sa mu jemi këtu, se ne do dalim nga këtu, dhe ata raporte vazhdojnë. Po pse se kena po që ti nuk je shumë e dhone me kriju me dikën raport për një meq të? Masi pe thu. Po ti, a je në përditshmëri me mua që të dish këtë situatë? Jo, nuk janë. Ty e tu bashkë jena. Po se s'ka Na e njeri kena po afër, potencialisht një shoqni që ja keni Asnjë. pe fillimit me Benitën, gjo që ka rezultu që Benitën S'është shtash e vërtet. ki njërin që e ki kundër mas shumë s'është e vërtet. Tani ke pas shoqni Nuk me kam kriju Arditin, shoqni me Benitën. s'ki në gjendje as fali me kërkuta, s'ki Unë shoqni e as di me to. vetë se me kënga ju këtu, çfarë raporti kam ndërtuar dhe unë kam thënë që unë shoqni këtu nuk kam, derisa të dal. Kur dalu nga këtu, Po ti me vetë sa e njerëzit, the, moj? nuk më kuptove. Nuk më kuptove. Kur kundërshton veten, thot nuk më kuptove. Alba... Unë e këtu nuk jam për të krijuar shoqni. E para, e dyta, këtu vlerësoj njerëzit me shikimin tim, me mendjen time, me zemrën time. Dhe kur unë dal ka këtu, unë e di se me kë njeri me vazhdu raportin shoqëror, profesional ose diçka tjetër. Analizat që bëj unë me mendjen time këtu për njerëzit e caktuar, për mu vlen jashtë. Sepse jashtë, ne kot nuk jena këtu. Unë e di që ndërmjet njëri tjetrit jashtë, do në lidhet raport shoqëror, mund në lidhet raport familjar, mund në lidhet raport profesional, ose në një gjë tjetër. Dhe unë që tani këtu e di se me kë për jashta mund të më lidhet shoqërisht ose profesionalisht. Unë e menaj që mas ngoti, për me a fitu zemrën në një mënyrës e tjetërën, e ke pos me provën. Edhe sot kum po që ti e ke kundër... Nejse, po menaj në ashta 5 djeshit par djeshit, që je shprej me të në mënyrë shumë pa lidhe pa respekt. Kujt? Profes, Arditit. Edhe sot që të kundërshtoj edhe e pat një reagim që se ka pos me asnjë njeri që të mrena. Përsa i përket Arditit, unë nuk jam sjella ati pa respekt se unë asnjë moment nuk e ofendoj Arditin e para, e dyta, Po jo, se ti nuk e zgjedh mënyrën që shofendohet dikush tjetër. Shpejt. E dyta, me një person që unë jam afër, normalisht ndonjëherë ke edhe kundërshtime në bisedë. Në çdo lidhje shoqërore, lidhje familjare, lidhje gjaku, ose lidhje femër mashkull, lidhje dashnie, ose lidhje profesionale, nuk shkon gjithmonë vaj puna. Ke momente kur ke përplasje. Si reagon tjetri është përgjegjësi e tjetrit, nuk mbaj unë përgjegjësi aty. Po tani kjo është real. Kjo është reality. Me një person që ja afër, ke edhe përplasje. Kjo është e bukur e realitetit. E pse i the maestrës po të regosh real me të tjeret? Ku e pote? A din ti diçka ma shumë? Ma herët bre qëtu që ndodhe? Që reagoj tani që është? Ti the kalzeja u realitetin, se demek ti ke një diçka që se kena një na. Jo, s'kishte lidhje me atë. Ishte me fenomenin e tavolinës. Që ndodhi një fenomen tavolina aty që unë e shoh fajtor më të madh tonin për atë pjesë. Dhe profesori e kupton se edhe profesori, maestro Arditi, edhe Arditi edhe ne gjithë vete kemi thënë që kur dikush të drejtohet i pari me negativitet, ti ja thu një herë fjalët e tuja, po në rast se ai të kthehej dhe ti ja vazhdon po të njëjtën, tani ti je vetë fajtor që po i liron rrugë. A e more personale? Si personale? Po dhe se ti e bën qëto mas shumë ti? Pra, toni me... Jo, se mora personale, ja të ta shpjegoj deri në fund. Erdhi Bia e prishi vajbin pozitiv aty që kishim kriju një bisedë për muhabetin e punëve të shtëpisë. Toni e kundërshtoi një herë, Bia u kthy. Pastaj Toni e ripërsëriti. Dhe unë po i thoja profesorit, pse po flet mirë vetëm për Tonin, kur e dinti shumë mirë që edhe vetë Toni është fajtor, se Toni mund kishte thënë Bia të lutem stop, e bisedojmë pas këtu. Jo këtu.
Edhe Toni ishte bashk pjesëmarrës në prishjen e pozitivitetit në tavolinë. Jo thjesht Bia. Sepse ne në rast se duam të bllokojmë diçka i them stop dhe nuk e zgjasim, ikim. Ose qëndrojmë, ikëm personi tjetër. Bia nuk është budallaqe. Bia kur ta shohë që Toni thjesht s'don me fol, Bia nuk i shkon për mbrapa Tonit. Bia ja kthen Tonit në momenti kur Toni pranon t'ja kthej Bias. Dhe jo vetëm Bia, gjithë jena ashtu. Në rast se unë i them dikujt tjetër, të lutem se s'du me diskutu më, tjetri mund të tentoj maksimumi 1 herë, 2 herë edhe ikën largohet. E ty nëse Jo të më dikush shumë. që s'po du me diskutu më, qa bën te? Te persona që i ndje afër, e bëj edhe një tentim ose 2 edhe iki pasaj, se zjas më. Ama te persona që i ndje afër. Edhe ikin, po pa tjetër. A mendon se ikin se ta kanë frikën? Jo, se them këtë. S'kan dëshirë, kanë të drejtën të ikin. Paqet, ma. Nuk e llogarisun veten këtu që jam person monster, ose në një vrasëse, ose në një gjobvëndse, ose në një njeri që jam pronarja e jetëve t'juaja, që ju të më ikni se ma keni frikën. Çdo kush ka të drejtën e vet me vullnetin e tyre të lirë, nga pa dëshira ikin. Se përse është pa dëshira, është pjesë tjetër, është pikpyetje tjetër. Po jo, Se atë është nga qka pa mu dëshira. merë mirë, për Pa shkakun dëshira që për çëm pjesëmarrës aty Jo, me jo, mua. jo. në momentin që te e shet dikë, S'është kjo. që S'është kjo pra? Po ha, çfarë është sipas teje? Është që ti vetëm flet edhe nuk dëgjon. Edhe Dhe- njeriu lodhet duke të dëgjuar Po vetëm ty pra, dhe dhe ikën. është pa dëshira e Jo, tyre s'është që pa të marrin dëshirë. pjesë në atë gjë. S'është pa dëshirë. Ç'a me dëgju vetëm ty? Monologun tënd? Po pra këtë po Po them. jo, zemra, Është pa nuk është pa dëshira e dëshirë. tyre që Nuk të është pa dëgjojnë dëshirë, monologun ja. tim sipas konceptit të tyre dhe ikin. Po, mirë, ashtu e Dhe quajmë me thënë, pa është dëshira e tyre për t'u larguar, për mos dëgjuar monologun tim. Po. S'po them unë për ta viktimizu, unë po them një fakt. Një njeri në rast se don qëndron, në rast se nuk don, Jo, një largohet. njeri qëndron kur do të bashkëbisedoj. Në momentin që dëgjon vetëm monolog dhe nuk po, ose kur t'ja Po, për ai mundësia është për të- qohet dhe bashkëbisedim. ikon se s'ja vlen. Pa e thashun këtë tani, kjo thjesht e zjati pak më shumë. Kjo po kundërshton me diçka Po që jo unë sa pa po e thash. dëshirë, pra jo. Jo, Nuk ti më është nësh pa me thonë, dëshirë. a mo ti se bën. Është pa dëshira për të qëndruar ose dëshira për t'u larguar, është e njëjta. Unë e njëjti pysim koncept i Niva, në shprehjes. qitë pjesë natës, tu anku për një diçka që te e bën të nkuën. Si? Të Niva, tu anku për Tonin, qka ka bo, që shka vepru, nisan që te e bën të nkuën. A më ishim duke diskutuar rastin. Po si do që të jetë? Edhe ju kur Ti diskutoni rastin, e diskutojmë rastin. Unë vërtet mund bëj tek tuk në një gabim tillë. Tek tu. Ama unë e pranoj që e di që Tek tu, thë. e bëra. Unë e pranoj. Dërsa ai vazhdon bën moralin. Tek tu. Unë e pranoj gabimin tim. Ai Qysh e se pranon? pranon, ai e bën moralin. E di e them.